Nëse hani vezë çdo ditë, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Të konsumuarit një vezë në ditë mban larg me 12% goditje në zemër. Të dhënat vijnë nga një studim i ri që hedh poshtë mitin se vezët janë në të këqija për zemrën. Rezultatet e ekspertëve në fakt tregojnë tërësisht të kundërtën. Konsumi i vezës ul inflamacionin dhe mund të çojë në sëmundje të zemrës. Shkencëtarët studiuan dietën e rreth 300.000 personave të rritur dhe dolën në konkluzion se një vezë në ditë ul shanset për t'u prekur nga goditja në zemër me 12%. Ndonse nuk gjetën një impakt në sëmundjet e zemrës, studimi sugjeroi se ulë riskun me 3%. Një vezë përmbaret 6 gram proteinë si dhe vitaminën E, D dhe A, dhe antioksidantë si lutein dhe zeakanthin. Shtimi i vezëve në dietën tuaj mund t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të syve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj mos nguroni t'i keni pjesë të rëndësishme të dietës suaj, sigurisht edhe në formën e tyre të zjerë për të evituar yndyrnat negativ.